Përshëndetje, mirë se vini edhe njëherë në këtë episod të Vox Politics, nga unë Edlira Qepani, me bashkë prezentuese në mrekullueshme Aurora Sulqa. Është një kënaqësi e veçantë që rikthehemi me një tjetër të ftuar në Vox Politics si një podcast që e kemi nisur nga rrjeti Barazin Vendimarrje me si një mundësi për t'i dhënë zë vajzave dhe grave në politikë dhe në vendimarrje, duke qenë se nga gjitha studimet që ne bëjmë zakonisht dhe nga puna që kemi bërë ndër vite me rrjetin Barazin Vendimarrje, rezulton se vajzat në politikë, gratë në politikë, kanë një akses të limituar në media dhe një nga barrierat kryesore për to është të kenë zërin e tyre në media. Pikërisht prandaj në këtë podcast kemi patur dëshirën t'i dëgjojmë, t'i japim zërin e duhur dhe të flasim me to, ndoshta edhe në një mënyrë pak më ndryshe nga që kemi parë deri më sot. Sot kemi një kënaqësi të veçantë, kemi në studio një prej politikanëve më të reja, do të thoshim, Dorina Prethi, nga Lëvizja Shqipëria Bëhet, një juriste, profesioniste në fushën e vet, por që tashmë ka hyrë edhe në arenën politike për të bërë një ndryshim edhe për të sjellë edhe diçka ndryshe. Dori, mirë se erdhe. Mirë se u gjej, faleminderit. Ne Mirë se erdhe, Dori. Nuk bëjmë kështu prezantime formale, por unë do ta nisja me këtë pyetjen. Si prezantohet Dori në 30 sekonda veten? Jam Dorina Prethi, kam lindur në Burrel, në një fshat të Burrelit, dhe që e vogël mbaj mend që në mendje kam patur gjithmonë qëllime të mëdha, gjithmonë vendosja të bëja gjëra të mëdha. Gjithmonë e mira e përbashkët, e mira publike ishte më shumë se sa e mira interesi im individual. Dhe edhe në shkollë kam organizuar vazhdimisht shokët e shoqit e klasës për të pastruar oborin e shkollës, për të bërë një projekt që ishte në dobi të komunitetit. Për këtë arsye kam studiuar edhe drejtësi faktikisht. Kam qenë nxënëse shumë e mirë në shkenca, por jo, vendosa që do studioj drejtësi sepse dua të jap një kontribut në dobi të vendit tim. Dhe duke e gjykuar që Shqipëria ende nuk kishte, që në atë kohë, por vazhdon edhe sot të ketë probleme të mëdha me korrupsionin, me drejtësinë, atëherë zgjodha të studioj drejtësi, që një ditë të bëj drejtësi. Sot jam e martuar, kam 4 fëmijë. Shumë idealiste. Dhe ndonjëherë thonë që idealizmi ka dalë jashtë mode në Shqipëri. Mendon që është një armë e mirë kur je në politikë dhe kur e synon politikën për ta vënë këtë vërtet, do ta quaja. Unë në shërbim të njerëzve edhe që të jetë një shtys për gjëra të mira. Unë mendoj që Edlira më prezantoi dhe si politikane, nuk e shoh veten aty, unë nuk di të bëj politikë, unë di të jem kjo që jam. Pra, di të them arsyen e vërtet pse kam studiuar për drejtësi, di të them sa e dua drejtësinë, di të them edhe si koncept abstrakt, por edhe si fush, pra avokatin, profesionin që ushtroj, dua qasjen apo dërgimin e kauzave deri në fund, finalizimin e kauzave të rëndësishme për vendin tim, dua vendin tim, domethënë nëse kjo ka dalë jashtë mode, nuk më shqetëson. Unë mendoj që po rikthehet në mod, pra jemi në fund të tranzicionit, e pam që shumë vlera që ne nxorëm jashtë mode, në fakt në këto 34 vjet sa na prishën punë. Pra pam çfarë dëmesh të mëdha na shkaktuan duke i nxjerrë jashtë mode vlerat edhe parimet. Kështu që mendoj ka ardhur koha e tyre, prandaj jam futur me thënë të drejtën, sepse shoh që po krijohet një vend për vlerat në politikë, për parimet në politikë. Bukur, me që jemi këtu te pjesa e hyrjes në politikë, çfarë të shtyu, cili ishte ai momenti decisiv që ti the po, do futem, se në fakt një nga gjërat që i pengon vajzat dhe gratë, duke qenë se politika është një arenë e vështirë në Shqipëri, nga një anë është një arenë, le të themi, që është relativisht e bllokuar me llojin e sistemit zgjedhor që ne kemi, është shumë e vështirë, po edhe me strukturat se si ka funksionuar politika deri më sot, është pak e vështirë të futesh dhe kjo është një nga barrierat kryesore. Vendimi për të futur në politikë, çfarë të shtyu? Mua vështirësitë nuk më kanë penguar. Pra, fakti që të gjithë tërheqin të njohurit e tyre, kjo nuk më shqetësonte sepse ja dija vetes aftësitë, ndoshta edhe kur kam qenë 20 vjeçe. Më ka shqetësuar shumë politika e pisët, gara e pisët, llumi në politikë. Edhe kam tentuar ndoshta 2 herë, në 2 takime të vogla, dhe kam thënë jo, kjo nuk është për mua. Dhe mendoja që e kisha lënë këtë rrugë të ëndër përgjithmonë. Por ajo që nisi me Lëvizjen Shqipëria Bëhet, më goditi shumë fort. Nëse mund të përmend një ngjarje, kam qenë në plazh
dhe shkoj tek bari ku kishim pushuar që t'i kërkoj të ul zërin e muzikës, sepse ishte jashtëzakonisht shqetësuese. Edhe lloji i muzikës, po edhe volumi shumë i lartë dhe nuk arrije të dëgjoje jo vetëm dallgët e detit, por nuk arrije të dëgjoje as fëmijët nëse të thrasin. Ka dallgët e detit në plazh, diskotek. Dhe mendova që okej, me 2-3 rrugës për atjerë ndita 2-3 argumenta pse do t'ja kërkoj këtë. Dhe jo, nuk pinuj. Shtova 1 të 4, të 5, të 6, mbaj mend që kam renditur 10 arsye që të lutem, ç'është kjo, duhet të ulim zërin për këtë. Dhe asnjëra nuk bëri dobi. Dhe në ikje pyes dikë tjetër kush është pronari dhe kur kuptoj që e njihja pronari, nuk e dija që ishte pronari. Me mik edhe muzika. Ai e uli muzikën. E uli muzikën. Me mik. Dhe unë nuk u gëzova që e uli muzikën, u shqetësova që ai ju desh kjo arsye për ta ulur zërin, volumin. Dhe pa egzagerim, kam kapur telefonin dhe kam parë një shkrim nga Adriatik Lapaj, që ne po krijojmë një grup për këtë qëllim që do sjell garën meritokraci njëra tjetra, dhe i kam shkruar në privat, e ke seriozisht që do krijosh një grup me këto që thua? Po, më ka thënë. Atëherë në këtë grup do jem dhe unë. Edhe kaq kam mjaftuar. E kam njohur shumë pak, nuk është se kishim njohje që të dinim më shumë mbi njëri tjetrin, por më pas tjetra është histori. Edhe Po thuaj se të gjitha partitë e reja cilat tentojnë të futen në këtë sistem, madje jo vetëm ato të reja, dhe ato të vjetra, cilat janë testuar, vazhdojnë të promovojnë dhe të kërkojnë të njëjtat gjëra dhe të premtojnë të njëjtat gjëra. Dhe kjo përballë një lumi të tillë premtimesh, të thëna në 3 dekade tashmë, sigurisht që tek votuesit e qytetarët ka skepticizëm. Dhe unë jam një nga ata njerëz cilët kanë skepticizëm shumë të fortë kur shkoj përpara kutisë votimit. Pse duhet unë të votoj ty, Dori? unë këtë shoh që një nga gjërat e mëdha që na është vrarë besimi. Na është vrarë ndoshta dhe intuita, se për shembull unë duke bërë një jetë të drejtë, duke bërë një jetë të mirë, me kauza të mira, me njerëzit që më kanë rrethuar, ka qenë ndoshta private, e kam ndihmuar vetveten që intuita të më çojë në rrugën e duhur gjithmonë. Ndërsa populli rëndom nuk e ka bërë këtë. Pra, politika në Shqipëri nuk e ka ndihmuar popullin e vet që ai të bëjë zgjedhje të mira, të vogla apo të mëdha qofshin. Pra, dua të them, kemi vrarë këtë intuitën për të kuptuar kush po premton vërtet, kush do ta realizojë vërtet. Për të zgjedhur, patjetër ka gabime sistemi, por për të zgjedhur edhe njerëzit. Sepse ishin njerëzit që votuan në sistemin e gabuar dhe janë njerëzit ata që mund të votojnë sistemin e drejtë. Pse mund të më zgjedhin kam qëllimi është i pasur, po ti nuk e provon dot veten, pa u sprovuar në politik. Pra, unë mund të flas sa të dua se kush jam dhe se sa njeri me integritet jam, por kjo mbetet në dorën e votuesit, në indicjen që i jep atij fjala ime. Lorin, cili është një stereotip për shembull për gratë në politikë që ti nuk do doje që të shihej që të zhdukej? Ku mendon se janë gratë në politikën shqiptare sot dhe çfarë do doje më shumë në këtë pjesë? Pa diskutim do doja të zhdukej fjalori vulgar nga goja e të gjitha grave të angazhuara në politikë. Dhe mendoj që koha e grave po vjen, sepse jo vetëm në numër, por tani ne duket sikur jemi në gjendje të prodhojmë edhe shumë cilësi të grua së angazhuar në shoqëri, jo vetëm në politikë. Dhe të gruas edhe idealiste. Unë e dua shumë gruan burrin idealist. E dua shumë ndoshta idealizmin edhe e kam të pamundur ta fsheh, ta shmang. Po është koha, e ndjej dhe e shoh që është koha e grave, sepse kanë arritur të mbështesin njëra tjetrën. Dhe unë them, nëse gruaja arrin të fitojë këtë betejë, që gruaja të mbështes gruan, pa zili, pa xhelozi, atëherë betejë e grave fitohet. A ke ti një model të një gruaje në politikën shqiptare që të frymëzon? Edhe ndërkombëtare. Edhe ndërkombëtare, por politikën shqiptare pastaj edhe një figurë ndërkombëtare. Në politikën shqiptare kam pëlqyer vende cilësi të ndryshme, por jo në kuptimin e modelit që dikush të qëndrojë vërtet si një model.
Në politikën ndërkombëtare pëlqej Margaret Thatcher, edhe shumë herë madje në punët që kam bërë më kanë krahasuar me të në kuptimin e disiplinës së fortë që kam. Unë tani jam zbutur, se ndoshta familja, mosha të zbusin pak. Tani duhet forcohesh. Por Është një heroin me 4 fëmijë. Unë këtu të riqem në këtë moment. Kur e pyeta, në fillim të i thash, je lodhur? Më tha, ti e di që unë kam shumë fëmijë. I thash, jo, në fakt është të pyeta për takimet elektorale që po bëni. Ato jo, tha, nuk më lodhin. Dhe kjo është pyetja e radhës në fakt. Kur ke dalë në reaktivitet pas lindjes së vajzës së vogël? Gati 1 muaj, pa bërë muajin pas lindjes. Kështu që, sa është vajza? Është 40 ditë. A kesh me jetë? Është, Dorin, shpesher gratë dhe vajzat janë shembulli edhe i sakrificës, edhe me gjithë angazhimet që kanë, me gjithë lodhjen, ti e ke të 4 fishuar në tjerë dhe kemi që më pak. Ndonjëherë janë ato mëngjeset kur ti thua që sikur të mos dilja fare sot. Po. Ose sot nuk e di, dua ta marr pushim. Qa të shtyn në mëngjes? Cila është mota që të shtyn që të fillosh nga e para edhe të vazhdosh të mundohesh prapë? Këtë që kam nisur, dua të them, rrugtimin politik e kam nisur me shumë energji, me thënë të drejtën, me shumë patos, edhe më karikon vazhdimisht. Lodhem, por njëkohësisht edhe karikohem dhe është një shtysë e madhe. Më jep shumë adrenalin, por ndodh që gjendemi dhe në kushtet e kur motivimi bie, si një njeri i përgjegjshëm, përgjegjësia më mbetet gjithmonë ajo që më shtyn. Pra, duke qenë se jam njeri me ndjenjë të lartë të detyrës, kur kam detyra për të bërë do ngrihem se s'kam nga shkoj. Kështu që. Cili është një emocion pozitiv që ke marrë në takimet elektorale dhe një ndjesi jo e mirë që të kanë arritur ata njerëz të moshave të ndryshme që të kanë dëgjuar, që të kanë përcjellë dhe ti e ke përjetuar? Ta nis me këtë që nuk më ka pëlqyer. Siç e thash edhe në fillim, politika ka nxitur tek njerëzit një lloj interesi dhe përfitimi të drejtë për drejtë ekonomik apo punësimi me politikanët, me ata që do drejtojnë nesër, dhe është e pashmangshme edhe për ne. Pra, njerëzit na drejtohen dhe kërkojnë që ne të bëjmë përfitime direkte atyre. Pra të premtojmë diçka, një përfitim direkt, një punësim, një leje, një avantazhim, një pag, nuk e di, lloj përfitimesh ekonomike. Kjo më ka shqetësuar shumë sepse nuk është qasja jonë politike. Pra ne duam ta shembim këtë. Ne duam që marrëdhënia që qytetari do të ketë me drejtuesit e vet të jetë marrëdhënia e përgjegjshmërisë nga ana e drejtuesve dhe e kërkesës së llogarisë nga ana e qytetarëve. Pra të ketë një farë presioni politikani ndaj qytetarit. Por kjo më ka shqetësuar. Ajo që më ka frymëzuar më shumë ka qenë mbështetja dhe rrezja e shpresës që kam parë. Domethënë, edhe kjo më nxit përgjegjësinë. Njerëzit kanë shumë shpresë dhe mendoj ajo që po ndodh në këto kohë është ajo që kemi pritur kaq vite. E shoh të akumuluar, e shoh edhe të finalizuar, e shoh në kulmin e vet, ndoshta shpresën dhe besimin që po këtë herë do bëhet, këtë herë gjërat do ndryshohen vërtet. E ndjej në sytë e tyre kjo është ndoshta se ata janë thjesht mbështetësit tanë, edhe fansat tanë, dhe ndoshta kështu ndihen të gjitha grupimet, por me sinqeritet rrëfej këtë që kjo më ka frymëzuar. Lori, po flisim pak më përpara në lidhje me sistemin e drejtësisë. Qa mendon se duhet ndryshoj? Si mund të bëhet sistemi i drejtësisë një sistem në cilin realisht shqiptarët gjejnë drejtësi dhe kanë akses? Një nga problematikat kryesore edhe për gratë dhe vajzat në përgjithësi është që nuk kanë mjaftueshëm akses në sistemin e drejtësisë. Dhe kjo nuk do të thotë që ti thjesht ke mundësi të shkosh edhe të bësh një çështje apo etj etj. Nuk kanë akses në informacion, nuk kanë akses në drejtësi, duke qenë se në një farë mënyrë edhe është shtrënguar sistemi i drejtësisë, ka më pak gjykata, ka më pak mundësi për vajzat dhe gratë, shumë vinë edhe tek ne, kërkojnë ndihmën e avokatëve, duke qenë se nuk kanë edhe akses në financa për të përballuar avokat. Si mendon se mund të ndryshohet në tërësi, po edhe për të qenë edhe më i, le të themi, më mirëpritës ndaj vajzave dhe grave?
Siç e theke, mendoj që infrastruktura është një nga elementet që pengon drejtësinë sot, sepse pengon ata që japin drejtësi, gjykatat, gjyqtarët. Pra gjyqtarët punojnë në kushte jo të gjithë, por punojnë në kushte jo të mira. Punojnë në për dhomat e tyre ose shtyhen procese gjyqësore sepse nuk ka salla të lira. Mendoj që pikë së pari duhet nis këtu me ofrimin e infrastrukturës në radhë të parë. Sa i takon grave dhe vajzave, do doja të sillja një rast më shumë për të sjellë një koncept se si duhet të funksionojë ligji, monitorimi i tij edhe zbatueshmëria e tij. Kisha një rast urdhër mbrojtje për një zonjë të dhunuar dhe ajo doli nga banesa ku dhunoi, mori dhe fëmijët dhe normalisht kur përfiton urdhër mbrojtje, përfiton dhe të drejtën që të paguhet nga pushteti lokal ambienti që ti merr me qira. Por ajo kishte ndëruar njësi, pra në zona nuk e kapte më njësia në të cilën ajo rezultonte e regjistruar, po themi ishte në njësinë 10 dhe shtëpinë e mori në njësinë 11 dhe bashkia nuk ja mbulon qiran, sepse ti ke ndryshuar njësinë. Pra, ne i kemi marrë shumë gjëra shablon edhe kur kemi hartuar ligje. Shumë gjëra nuk kanë qenë realisht në dobi të gruas, sepse në radhë të parë, kur ti merr urdhër mbrojtje, ti ke edhe një detyrim ose personi tjetër ka një detyrim që të qëndroj larg, sepse ai të dhunon. Pra, domosdoshmërisht duhet të jesh larg, nuk po themi 5 kilometra ose... Por aty gjeti shtëpinë që donte, afër shtëpisë, afër punës, afër shkollës së fëmijëve dhe afër punës së saj. Pra, kjo është në radhë parë ne duhet ndryshojmë dhe qasjen se si do bëjmë drejtësi. Pra, dhe kjo na ndodh sepse nuk e dëgjojmë qytetarin. Nuk e dëgjojmë vërtet qytetarin, grupet e interesit. Dhe një element tjetër mendoj që do ndikonte në drejtësi do të ishte kjo që po bën reforma e drejtësisë ka nisur mirë, por duhet që të ndodhë dhe qytetarët të shohin për të rritur besimin e tyre, të shohin edhe konfiskimin e pasurive të vendosura nga veprat penale. Sepse po kërkohet në mënyrë të jashtëzakonshme. Në gjitha takimet që ne bëjmë, qytetarët kërkojnë të sanksionohet me ligj. Ata nuk e dinë që është e sanksionuar me ligj, sepse nuk e kanë parë të ndodhë. Është një gjë interesante, për shembull, nuk e di si e mendon, shumë shpesh ka diskutime të tilla që vërtet procesi i vettingut kanë nxjerrë nga sistemi për shkak të korrupsionit apo të arsyeve të ndryshme gjyqtar, të cilët jo vetëm që nuk kanë marrë sanksionet, sekuestrimet, pasurisë etj., por kanë lënë në fuqi vendime të cilat ata i kanë marrë në mënyrë korruptive. A ka një mënyrë se si mund të ishte rregulluar kjo? Kuptohet që fuqia e retroaktive në ligj është pak e vështirë, po ka ndonjë mundësi se si mund të rregullohet, se fakti që ata kanë lënë, sidomos ne e dimë shumë mirë cila është plaga kryesore e shqiptarëve që ka lidhje me pronat, me gjithë mbivendosjet dhe padrejtësitë që janë bërë. Këta gjyqtarë dalen nga sistemi, ama vendimet që ata kanë marrë mbeten aty dhe në pas edhe ata vetë ribëhen pjesë e sistemit duke bërë avokatë apo duke hyrë në një farë mënyrë tjetër. Ka ndonjë gjë që mund të rregullohet këtu dhe si mund të? Një element që mund të ndihmojë gjithë qytetarët të cilët kanë marrë vendime, po themi, të gabuara në kurrizë të tyre dhe ju është shkaktuar dëm, është apelimi i tyre në gjykatën europiane të drejtave të njeriut. Pra, vjen mbas 10 vjetësh. Po, një gjë është kjo. Një tjetër, arsyeja pse nuk mund të zhbëhen totalisht të vendime është sepse cënohet një parim i sigurisë juridike. Pra, në rast se vendimet kanë arritur një farë, po themi kanë krijuar një normë të caktuar, janë zbatuar tani më, zhbërja e tyre do të ishte kosto e dyfisht për sistemin, për individin, për qytetarin. Megjithatë ka patur disa rregullime. Për shembull, nëse pronat më parë janë marrë me vërtetim fakti, kjo u rregullua edhe me vendim të gjykatës së Strasburgut që nuk do të merreshin më, kjo nuk do të ndodhte më. U zhbë vonë, pasi shumë dëme ishin shkaktuar, megjithatë ka edhe korrigjime të herpashershme. Gratë mbeten një grup i cili është, le të themi, jo me të drejtat plota sa burrat në Shqipëri, për shkak të specifikave që ka shoqëria shqiptare, cila është një shoqëri maskiliste, le ta pranojmë. Por nga ana tjetër janë një potencial i madh. Nëse do t'i referohesha dhe thirrjeve që ka bërë vazhdimisht Banka Botërore, është në kushtet ku nuk keni as përgjigje punëtore për shkak të emigrimit, gratë, një pjesë cilave keni të arsimuara, integroheni në tregun e punës. Po. Çfarë mendon se duhet bërë për gratë?
në kuadër të idealizmit tënd për të bërë maksimumin Po. dhe realitetit në cilin ndodhemi për të bërë të mundshme. Ne kemi një program që nuk i adreson në dukje drejt për drejt gratë, por adreson problematikat e familjes. Po themi mbështetjen financiare për çdo lindje, për çdo fëmijë deri në moshën 18 vjeç. Që është? Bonusi është një herë. Flasim për një mbështetje deri në moshën 18 vjeçare të fëmijës. Po, të përmuajshme. Derisa fëmia bën 18 vjeç. Pra si një mbështetje që e menaxhon gruaja nëna. Mbështetja me kredi të buta është pa zhbërë skemen ekzistuese, është krijimi një skeme të re që çiftet e reja mund të marrin kredi për një ambient deri në 80 metër katror, ku del garant shteti, mbulon interesat shteti përveç 1% që paguan çifti, dhe për mua programi më i bukur që kemi është mësimi gjithditor, sepse mësimi gjithditor faktikisht e ka mbajtur, mungesa e këtij programi e ka mbajtur gruan në shtëpi. Pavarësisht se janë të edukuara, të arsimuara dhe me dëshirën për të punuar, për të hedhur në karrierë, ato nuk munden, sepse në 8 duhet të çojnë fëmijën, në 11:30 duhet marrin parashkollorin, në 1 duhet marrin fëmijën tjetër dhe duhet qëndrojnë në shtëpi me fëmijët që kanë mbaruar mësimin herët. Pra duke sjell këtë risi, programin gjithditor ku fëmia ushqehet në shkollë, bën detyrat në shkollë, mbaron kurset që ka në të njëjtat ambiente, ai shkon i relaksuar në shtëpi, po edhe nëna është relaksuar në darkë në shtëpi me fëmijët e saj. Kemi buxhet për këtë orë, se ti merresh tek apo? Janë në fakt premtime, të cilat ne kemi dëgjuar në podcastet që janë bërë me Tirën edhe nga partitë tjera, apo nga gra, të cilat janë aderojnë në parti ndryshme, kryesisht në partitë e reja. Kjo tregon nga njëra anë që problematikat janë adresuar sakt. Do me thënë e din ku është problemi dhe ndoshta edhe zgjidhjen se si. Por nuk ka zgjidhje pa buxhet. Po. Dhe minimalisht ajo që ju thoni, duke filluar nga kredite buta, do të thotë që minimalisht qeveria vendosi raporte me sistemin bankar, garanci bankare, buxheti ka ato problemet që ne kemi me informalitetin e lartë, me nivelin e lartë të borxhit, çka do të thotë që pavarësisht dëshirës së mirë deri më tani, që son do bija një logjikë ekonomike, instrumentet janë të kufizuar. Në analizën tuaj të premtimeve, a i keni bashkangjitur dhe faturën financiare dhe instrumentet se si do t'i gjeneroni këto të ardhura që ju lind nga fatura, nga vlera e faturës? Ka shifra të cilat kontrolli i lartë i shtetit i deklaron si shifra dhe dëme që vinë nga vjedhjet. Shteti ynë vjedhet. Kjo është arsyeja pse ne nuk e bëjmë dot shtetin. Nuk është se ne nuk dim ta bëjmë apo nuk kemi. Ne kemi resurse të jashtëzakonshme dhe ne mund ta bëjmë. Pra ka vjedhje në hidrokarbure, ka vjedhje dhe kontrabandë të jashtëzakonshme, qoftë edhe në telefonat celular që ne marrim. Pra me miliona euro hyn kontrabandë, telefona, laptop, nafta, duhani, alkooli e tjerë. Vetëm nga këto do të mjaftonin për të realizuar këtë reformë që ne duam të sjellim në arsim, e cila nuk do të vi vetëm si një lehtësi për prindrit, por do të jetë dhe një lehtësi për sistemin arsimor vetë, sepse kemi premtuar dhe parashikuar në buxhet rritjen dhe dyfishimin e pagave të mësuesve, shtimin e personelit pedagogjik, sepse duke mbajtur fëmijët në një orar të plot gjithditor, kjo do të kërkojë edhe një fuqi mësimdhënëse më të lartë, pra do kërkojë mësues më shumë se sa. Pra ideja është që mësuesi nuk do të jetë i detyruar, për të gjithë mësuesit që na ndjekin, nuk do të jetë i detyruar të punojë 8-5. Ai do të ketë të drejtë të zgjedhë nëse do të punojë 8-5 dhe të paguhet më shumë, apo do ta mbyll në orën 1 mësimin e detyrueshëm dhe të largohet, dhe për mësimin dytësor, po themi, është një mësues zëvendësues. Buxhetet janë. Ne jemi duke e përfunduar edhe faturën financiaret që shoqëron gjithë planin, megjithatë mundësitë janë. Durna, po të bëjmë një pyetje që zakonisht po bëj edhe një pjesë të grave, duke më mirë kuptuar në skepticizmin tim, por duke dashur që të kuptoj për te idealizmit. Ideja është që korrupsioni, abuzimi me paran publike është pjesë e sistemit. Do të thotë ka njerëz shumë të ndershëm, të cilët kanë qenë parimor, idealist dhe kanë dashur të futen me këto vlera.
janë bërë pjesë e një sistemi kur të tjerët në garën parazgjedhore kanë ndarë të njëjtat vlera, por në momentin që vinë në pushtet i kanë humbur qëllimet dhe këto vlera. Pra korrupsioni vetë dhe abuzimi është në sistem. Po. Unë njoh Ka njerëz garanci që ti si një individ do prishësh gjërat edhe rrjedhën e ujit që ka hecur deri tani në 3 dekada në këtë drejtim. garanci nuk ka. Ai është një risk që qytetarët vendosin ta marrin ose jo. Ata e din. Megjithatë, unë kam parë njerëz dhe njoh njerëz që kanë hyrë në sistem me vlera dhe kanë dalë me vlera. Pra pavarësisht se nuk janë bërë njësh me sistemin, kanë bërë punën dhe kanë bërë detyrën e tyre. Një nga premtimet që ne kemi është dhe që jo vetëm ne, e kanë patur të gjitha qeveritë, ndarjen e administratës nga partia, nga politika, nga partia në pushtet veçanërisht. Sepse ajo që po kalojnë qytetarët sot është një zhbjerrje e dinjitetit të tyre. Ata nuk punojnë me dinjitet në punë. Ata duhet që të punojnë për partinë në pushtet dhe për interesat e partisë në pushtet. Pra nuk mjafton që të bëjnë punën mirë. Është, në fakt, ke drejt, unë jam një nga ta njerëz që mendoj se korrupsioni nuk është vetëm problemi i sistemit, mendoj se korrupsioni është edhe pak një zgjedhje individuale. Domethënë, e bën se bën është jeti. Vërtet, ti mund të jesh në një sistem të korruptuar, në një ambient, siç është arena politike shumë të vështirë, ama integriteti dhe vlerat që ti çon, ti përçon, janë një zgjedhje jotja. Domethënë, o zgjedh të bësh pjesë e sistemit edhe futesh dhe ti në rrjet, ose jo, ose zgjedh të qëndrosh brenda sistemit me gjithë vështirësitë që ka. Domethënë, gjithë po mundohemi ta bëjmë në një farë mënyre. Ndonjëherë t'ja dalësh, ndonjëherë të mos ja dalësh, por zgjedh të jesh ai ose ajo që je deri në fund. Pra, unë mendoj, edhe unë si Dori njoh njerëz të cilët ja kanë dalë të jenë ata që ishin deri në fund. Dhe mendoj se është një zgjedhje personale. Domethënë vërtet është pak problem kur ti je pjesë e një sistemi të korruptuar që nuk ti jep asnjë rrugdalje, po nga ana tjetër është e rëndësishme që të zgjedhësh të jesh ajo që je deri në fund. Edhe te kjo pjesë unë mendoj se nuk e di, për shembull, ne është një pyetje që ja bëjmë gjithëve. Vjet 2025, domethënë zgjedhjet, se 2025 ka ardhur. Pas zgjedhjeve, Dorinës fiton aq shumë vota sa i bie të bëhet kryeministra. Okej? Është çike vështirë kjo, se këtu akoma s'kemi patur. Nuk kemi kryetare partish grua, mendoj kryeministra. Jo, kemi në fakt, është Zoja Kocaj që e kemi dhe pjesë të podcastit. Por është shumë e vështirë. Ne dim sa e vështirë është për gratë, domethënë deri në një farë pike, jo vetëm Shqipëri, po dhe jashtë, këtu një çik më shumë, është ai tavani i qelsh, që i thon ti mund të shkosh deri këtu, po pastaj është një domen i vështirë, në fakt i urdhëruar nga burrat aktualisht. Je kryeministra. Po. Cili është vendimi i parë që do të marrësh? Prioriteti i parë, do merrem me këtë. Nuk e di nëse e ke ndjekur me siguri në politikën e jashtme, Donald Trump doli, tha që ditën e parë, tha do lëshoj 1, 2, 3, 4, 5 gjithë ato dekrete. Cili është i pari? Në gjitha aktivitetet që unë kam bërë në rinin time, kur organizonin me të rinjt punë në grup, tematika që u jepja është nëse do ishit në qeveri, çfarë do vendos? Dhe sa herë ndërtonim qeveri, unë isha kryeministrja e ministrave që kishim në skuadër, kështu që e kam menduar. Pas ke marrë dorën, shumë mirë. Kjo është një gjë e mirë. Po tani nuk e kisha menduar, me thënë drejtën. Në këtë moment më kapi në befasi. Megjithatë mund të them disa janë vendimet. Është fusha e ligjit në radhë të parë, forcimi i institucioneve të ligjit dhe hapat që duhen ndërmarrë për të forcuar institucionet ligjzbatuese, është ekonomia e dyta, dhe tek ekonomia do përfshija edhe vendimet që ne i kemi faktikisht në program mbi zhvillimin e fshatit. Pra, në ekonomi do fusja jo vetëm tregun e lirë dhe biznesin, individin të vetë punësuarin, biznesin e mesëm, por edhe bujqësi, blegtori, bletari dhe peshkim, masat që kemi parashikuar për të zhvilluar tërësisht ekonomin, që ekonomia të lulëzoj në Shqipëri, dhe tjetra është ajo që më shkon zemra, është familja, arsimi, shëndetësia.
E ndjej shumë thirrjen për të bërë diçka në shëndetësi, sepse janë njerëzit më vulnerabël. Në momentin që ti shkon aty, asgjë tjetër nuk ka më rëndësi në jetën tënde, as kush je, as sa ke. Ka shumë rëndësi që ti të rikuperosh shëndetin dhe njeriu aty mund të jetë vulnerabël dhe është abuzuar pikërisht sepse njeriu shkon në atë gjendje kur shkon në spitalet tona dhe nëse një ditë do doja të kisha diçka në dorë, faktikisht do të ishte shëndetësia shqiptare. Çfarë do bëja? Çfarë do ishin gjërat që mund të rregullohen brenda sistemit të shëndetësisë, në fakt është një gangrenë e madhe e problematikave dhe me shumë bira, edhe që vetëm kullon nuk di nga ta shpeshherë dëgjojmë këtë dëgjojmë shpeshherë që po është ai shkesa nuk di nga ta kapësh. Tani nga një moment do fillojë ndryshimi. Çfarë do duhet ndryshojë fillimisht që pastaj teste vet? Fillimisht do zgjidhja ekipin e duhur. Ekipin e duhur, i besoj shumë fuqisë së ekipit dhe mendoj që për të bërë sukses 5 njerëz të duhen. 5 njerëz të duhen. Dhe së pari do nisni me protokollet ndërkombëtare. Shqipëria ka miratuar me shkrim protokollet ndërkombëtare që duhet të ndiqen në shëndetësi, por ato nuk zbatohen. Pra kur ti shkon në spital, duhet që ti të shkosh te recepcioni, pastaj të pyesësh me kë mund të flas, pastaj vetë të kapësh infermierin që mbulon dhomën tënde, pastaj vetë të kapësh mjekun e zemrës, pastaj gjithçka duhet ta bëj vetë qytetari. Jo. Duhet jetë një zinxhir në të cilin qytetari transportohet, po themi, nga stafi spitalor. Pra ai kalon nga njëra hallkë tek tjetra sepse stafi e ndjek. Detyra shkon tek personi përgjegjës dhe personi duhet të zbatojë detyrën i pa nxitur, i pa shtyr nga qytetari. Një tjetër është infrastruktura. Menaxhimi absolutisht. Struktura menaxhuese duhet të ndryshojë. Absolutisht menaxhimi është skandal, domethënë unë sa herë më ndodh të shkoj në urgjencë, këtë shikoj që sa shumë njerëz lëvizin kot. Duket një mami me 4 fëmijë që është organizuar menaxhimi shumë e mirë. 24 orë ka ditë, 4 jam se ndryshe nuk do t'ja dilja do. Prandaj këso po gjatë bisedës. Dhe një interesante një juriste që do shëndetësinë. Është shumë lidhje interesante. Dhe një tjetër do ishte aksesi. Pra ne kemi godina spitalore me shkallë ku nuk mund të ngjitet një person me karrocë, me shkop, një mama me fëmijë. Domethënë, ky është nonsensi i madh. Aty ku ka ascensor nuk punojnë ose punojnë me mik. Ky është nonsensi i madh që duhet na tregoj që ky sistem duhet të shembe dhe gjërat duhet të nisin të ndërtohen prej vërtetë nga fillimi. Dori, përmende ekonominë. Një ndër problemet më të mëdha. Se aty kthehet Aurora, nuk e di. Ka lidhje përveç me ekonominë dhe me pjesën sociale, është emigrimi i të rinjve. Ju keni filluar edhe takimet me diasporën, siç po bëjnë të gjitha partitë politike. Por ama, duhet thënë që e kemi nisur ne. A ka shpresë? Ka shumë shpresë. Nga të rinjve, cilët janë emigrantët, sepse Shqipëria në 3 dekada është përballur me disa valë emigrimi. Kanë ata të 90-s, unë them, ata janë tani mbi 57 vjeç, ke këta të 2002-shit, pastaj janë pas 2013-s, pra në mosha të ndryshme kanë emigruar për arsye të ndryshme dhe kanë edhe qëllime të ndryshme. Rrjedhimisht, dikush që fokusohet te diaspora dhe do realisht të lidhë ata me vendin e tyre, duhet i trajtojë në bazë të interesave dhe problematikave që kanë. Ju çfarë shikoni në takimet me diasporën? Çfarë kuptoni veçanërisht tek të rinj që kanë ikur në 10 vitet e fundit? Të gjitha vjen re. Pra vjen re edhe emigrant të stabilizuar dhe që thjesht duan që kur të vinë me pushime të gjejnë atë Shqipërinë që duan dhe kaq, dhe ata e kanë të qartë që nuk do kthehen për të jetuar. Ka dhe persona të cilat nuk e kanë gjetur veten atje dhe duan të rikthehen, kanë këtë thirrjen për të rikthyer në atë dhe për të punuar, për të hapur diçka në tokën e tyre, në shtëpinë e tyre, në qytetin e tyre. Ka shumë, dhe kjo më ka befasuar, të rinj të cilët duan të angazhohen politikisht në Shqipëri. Dhe ne kemi nisur me thirrjen për të bërë pjesë të listave për kandidatët në zgjedhjet parlamentare 2025, deri në 50% të qytetarëve që jetojnë jashtë. Janë të shumt dhe sidomos këta që kanë ikur së fundmi janë ata që e njohin më shumë realitetin, pra e din saktësisht çfarë Shqipërie kanë lënë dhe din saktësisht se çfarë Shqipërie duan. Mbështetja është e madhe, është e jashtëzakonshme, jo vetëm për t'u thënë, jo vetëm për t'u hedhur hi syve. Është shumë e madhe mbështetja nga emigracioni. Mua më ka befasuar, nuk e kisha pritur. Ka idealizëm dhe dëshirë për të integruar në politikë të rinjve të cilët janë jashtë, por si është e atyre
të rinjve cilët jetojnë në Shqipëri, në takimet që u bëni. Po. A kanë besim, a kanë dëshirë, a kanë idealizëm që të integrohen dhe të bëjnë pjesë e jetës politike, qoftë edhe për ndryshuar gjëra. Duke patur parasysh edhe që për shembull të rinjt që votonin për herë të parë në zgjedhjet e fundit, nga 140.000 të rinj që duhet votonin për herë të parë, vetëm 10% e tyre kishin shkuar të votonin. Pra është humbur pak interesi, jo pak po shumë, interesi në sensin e jo vetëm të angazhimit politik, po edhe të atij detyrimi që ne kemi si qytetar edhe për të votuar. Për të parë edhe në fakt edhe fakti që gjithë partitë politike janë fokusuar në dy grupime të mëdha, pensionistët dhe diaspora, çka do të thotë sikur e kanë të kuptueshme që në një farë mënyrë me kategoritë e tjera e kanë si betejë të humbur, nëse mund të shprehem kështu. Unë mendoj që i ka dhënë më shumë zë media, sepse ne janë pjesë e fokusit ton absolutisht të rinj. Dhe duke qenë me aq të rinj sa ka mbetur, me qenë se cekesh popullimin, me aq të rinj sa ka mbetur, interesi është i lartë dhe prandaj duhet pak idealizëm nëse më lejon ta rikthej në bisedë, sepse politika nuk ndërton vetëm shtetin. Politika krijon dhe shoqërinë. Për shembull, kur ne mblodhem 21.000 firma në qytete, unë shikoja shumë një kapacitet të madh edukues. Pra ajo që ne po bënim, po edukonim qytetarët tanë për nisma ligjvënëse që ata kanë të drejtë të ngrenë zërin, ata kanë të drejtë firmosin, ata kanë të drejtë votojnë, ata duhet votojnë, ata duhet marrin pjesë. E gjitha kjo duhet shërbesi një thirrje për të rinj. Në diasporë është shumë e theksuar dhe kemi group motion, po themi 25-45 që janë mbështetësit tanë kryesor, kemi dhe të rinj në Shqipëri një armat të madhe të rinj që na mbështesin, sepse këtë herë siç thotë edhe Einsteini që e keqja më e madhe që gjithçka që i duhet keqes mbijetoj është që të mirët mos bëjnë asgjë. Unë arsyeja pse këtë herë jam shumë me inkurajuar është se të mirët janë bërë bashkë dhe të rinjtë ndjejnë këtë, por ka një gjë që i pengon, është punësimi me orare të gjata për t'u angazhuar. Pra ne kemi takime me të rinj në orat 7, 8, 9 të darkës, sepse atëherë janë të lirë. Jam shumë interesuar të di qasjen që keni ju si forcë politike me biznesin. Se një pjesë e mbron, e konsideron partner, që është të referojmë qeverisë, një pjesë e opozitës e konsideron oligarki, e kundështon, një pjesë e partive të reja gjithashtu e kundështon se e konsideron oligarki, qasja juaj me biznesin si do t'jetë? Ne jemi një forcë e djathtë dhe qasja do t'jetë pro biznesit, absolutisht biznesi do mbështetet dhe që një vend të lulëzojë duhet që njerëzit e tij të lulëzojnë. Dhe nuk do të atakohet kur as biznesi i madh në kuptimin e drejt për drejt, që ne të sulmojmë suksesin e tyre dhe financat e tyre, jo, ajo që do të kontrollohet është ligjshmëria dhe zbatueshmëria e ligjit. Pra, asnjë biznes nuk do të lejohet që ta shkel ligjin për shkak të bashkëpunimit me politikën. Pra, ne këtë synojmë të luftojmë. Pra, këtë kriminalitet ku biznesi bëhet palë me politikën kundër qytetarëve, por jo biznesin në vetvete, suksesin apo pasurimin në vetvete. Dori, po flisje pak më përpara, do me thënë, ekonomia, diaspora, lidhur edhe me pjesën e kontributit, ti e marrë shumë personalisht edhe me pjesën e procesit të votës diasporës, e ke ndjekur si po shkon, si mendon se do shkoj, duke qenë se është ndodhë për herë të parë në Shqipëri, cila do jenë aspektet teknike dhe a do ketë, mendon se do ketë një pjesëmarrje të madhe? Në kushtet që flasim, deri më dje ka qenë mbi 84.000 pjesëmarrës në regjistrime, pra janë regjistruar, KQZ-ja është angazhuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Gjithashtu edhe ne kemi vënë një staf në dispozicion që u përgjigje qytetarëve për të gjitha pyetjet që kanë për të regjistruar. Sistemi është shumë i thjeshtë për të regjistruar, por kërkon precizion. Dhe në momentin që lëviz me milimetra nga precizioni, nga mënyra si bën foto, nga këndi njëra tjetra, regjistrimi nuk finalizohet dhe vazhdimisht qytetarët kemi dhe ankesat të tilla që nuk po na lejojnë të regjistrohemi. Ata e dinë që ne mbështesim lëvizjen tuaj dhe prandaj nuk na lejojnë. Jo, nuk ndodh kjo. Ata mund na atakojnë, por na atakojnë në fushat e tjera. Në këtë aspekt, jo, sistemi funksionon më së miri. Duhet që qytetarët të kenë një kartë identiteti dhe një dokument që provon adresën e tyre, sepse zarfi do t'ju shkojë në shtëpi, në banesë.
Ka një tendencë që të dominoj pjesëmarrja e burrave deri më tani në regjistrime dhe do doja ta përdorja dhe mikrofonin tuaj për të bërë thirrje grave që të regjistrohen, sepse në platformën PER, pra e gjejnë në faqen kqz.gov.al ose në faqen e Shqipëria bëhet, dhe është shumë e thjeshtë dhe do të gjejnë dhe asistencën si të KQZ-s ashtu edhe të partisë tonë për të regjistruar dhe për të lehtësuar këtë proces. Ne vazhdojmë ta kemi domen të burrave edhe pse ikim në vende europiane ku të drejtat e grave janë më të mbrojtura dhe më të ruajtura se sa në Shqipëri. Sepse është interesante se si edhe në psikologji, po edhe në të gjitha fushat, dhe veçanërisht në politik, që politika funksionon me përfaqësim, kategoritë shkojnë aty ku ndjehen përfaqësuara. Nëse ti nuk ke gra në vendimarrje dhe në politik, patjetër që do tërheqësh më pak gra. Nëse nuk ke strukturat partive të cilat kanë mjaftueshëm gra edhe në takime, edhe në struktura etj, do të tërhiqen më pak edhe njerëz që angazhohen, edhe njerëz që edhe gratë të cilat votojnë, sepse i ngjashmi tërheq vetveten. Prandaj është shumë e rëndësishme që politika të jetë përfaqësuese dhe të ketë të gjitha kategoritë brenda saj, sepse pikërisht kjo është gjë. Dhe patjetër që gratë dhe vajzat janë 50% e popullsisë, dhe është shumë e rëndësishme që të tilla të jenë edhe në imazhin e çfarë do lloj partie dhe çfarë do lloj politike që bëhet, jo vetëm në imazh, po edhe në substancë. Dor, ne kemi një kështu traditë te podcasti, që pyesim të ftuarën që kemi për t'i bërë një, pra i kërkojmë të ftuarës një pyetje për të ftuarën e radhës. Se tash janë 700 euro të ftuar. Pa e ditur se kush është. Pa e ditur se kush është, po është një grua në politik. E kuptoj, okej. Ndoshta do ta pyesja, politika kërkon shumë sakrifica dhe do i thoja nga cila gjë nuk do të hiqte dorë për hir të politikës. Çfarë ka një vlerë të pakompromist? Bukur. Çka ka dorë një vlerë të pakompromist? Kam shumë. Kam shumë. Integritetin. Integriteti, pra unë kur nuk do bëja një kompromis në kurrizë të vendit tim për të përfituar diçka, kur. Do me thënë, kam dhe histori që më tregon i madh kur ka punuar që në atë kohë, që ne janë gdhendur në karakterin tonë dhe kjo nuk do ndodhte kur. Për këtë jam e bindur në çfarë do lloj kushtesh të më hedhësh. Kjo s'do ndodhte kur. Dhe sërish te vlera familjes edhe te rëndësia në mënyrën se si edukohen edhe rriten fëmijët, që në familje më pastaj tek sistemi arsimore dhe me radhë. Dhe besoj se po ta pyesësh Dorinën, cili është kali i betejës së Dorinës, është patjetër familja, edhe mirëqenia e familjes në përgjithësi në të gjitha vlerat, edhe mirëqenia vlera e familjes ishte një nga mesazhet e tua. Unë do të ftoja edhe ta mbyllje me një mesazh për ata që na ndjekin. 30 sekonda. Unë do ftoja të gjithë qytetarët që t'i japim fund tranzicionit post-komunist 34 vjeçar. Mendoj që koha ka ardhur. Do me thënë janë pjekur shumë kushtet dhe kur piqen kushtet duhet jesh aty për të bërë veprimin e duhur. Ashtu siç kur piqen fruta duhet jesh aty për t'i kapur, për t'i marrë, për t'i shijuar, ndryshe ato do të bien dhe do të kalben. E njëjta gjë edhe me qytetarët, do t'i thërrisja që të ndërgjegjësohen që tani është koha për aksion për të gjithë. Pra të gjithë ne duhet veprojmë dhe disa me votë, disa me angazhim, me aktivizëm, por është koha e të gjithëve. Dori, shumë faleminderit që ishe pjesë e Vox Politics, edhe për mesazhet, edhe për energjinë edhe për mesazhe shumë të mira që na përcolle. Unë rrallë takoj njerëz cilët janë menaxher të mirë. Edhe nuk po e them këtu burra apo gra, por njerëz që janë menaxher të mirë në një botë e cila lëviz me çmenduri dhe me një vrull të papar, kështu që besoj që do të jetë arma jote e fortë, vetëm politik po kudo. Faleminderit. Faleminderit Dorina, faleminderit Aurora. Ishte kënaqësi edhe ky episod i radhës i Vox Politics. Ne jemi këtu gjithmonë për të dhënë zë vajzave dhe grave, dhe ajo që kuptojmë në çdo episod, sa herë që dëgjojmë vajza dhe gra në politik, kuptojmë se kanë kaq shumë për të thënë edhe kaq shumë për të dhënë. Dhe pikërisht prandaj jemi këtu për t'ia u dhënë këtë zë që e meritojnë shumë fort në politikën shqiptare. Faleminderit të dyjave, shihemi në episodin e radhës Vox Politics e Dira Çepani. Mirupafshim.